Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin ton në prag të iftarit, emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta dëgjoni në valët e Radiovatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit të Ramazanit synon që të sjellë freskim në zemrat tona me anë të mësimeve dhe rrëfimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të devotshme nga historia islame. Sonte mysafir në këtë emision kemi hoxhën e nderuar Amel Efendi Kurtishi, hatib në xhamin Kasim Beu në Shkup, me të cilin së bashku do të bisedojmë rreth temës rregullat fikore të agjerimit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emision. Mirë se u gjej, faleminderit shumë për ftesën. Hoxhë nderuar, na tregoni cila është dispozita kryesore e agjerimit. Agjerimi është obligim fars, në veçantë agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit. Allahu subhanahu wa taala kur flet për agjerimin në Kur'an thot: "O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjerimi, sikur se ka qenë obligim i popujve para juve, që të jeni të devotshëm." Në një ajet tjetër Allahu xhaleshanuhu wa jalla jalaluhu thot se muaji i Ramazanit është muaji në të cilin Allah e ka zbritur Kur'anin si udhëzim për njerëzit, argumente të qarta të udhëzimit dhe si ndarës i të vërtetës nga e kota. Dhe pastaj thot: "Faman shahida minkum ash-shahr falyasum." E kush nga ju e arrin këtë muaj, le ta agjeroj atë. Kur kanë fol dietarët e fikhut lidhur me agjerimin, kanë thënë se kemi disa lloje të agjerimit. E kemi agjerimin që është fars, dhe në këtë kategori hyn agjerimi i muajit të bekuar dhe të dalluar dhe të madhërisëm të Ramazanit, po ashtu aty hyn edhe agjerimi i çdo lloj të kefareteve që i kemi, do me thonë me i plotësu si shpagim për ndonjë mangësi. Pastaj vjen kategoria e agjerimet që janë vajib. Ne dimi se në shkollën juridike të Imam Ebu Hanifes rahimahullah ekziston ndalje mes farzit dhe vajibit. Dhe në këtë kategori të agjerimit bëjnë pjesë, do të thonë kompenzimi i çdo ditë të agjerimit nafile. E kemi vajib që të kompenzojmë. Në mëdhëbe tjera ka dallim që ata nuk e llogaritin si obligim apo si vajib ta kompenzojnë nëse e prishin ndonjë agjerim që është nafile vullnetar, ndërsa në shkollën tonë si një gjest i kujdesit është para pa që të kompenzohet edhe është vajib kompenzimi i agjerimit që ka qenë nafile. Po ashtu në këtë bën pjesë edhe agjerimi që si bëhet si rezultat i zotimit. Nëse ne jemi zotuar se ta agjerojmë një ditë, edhe nuk e agjerojmë, e kemi obligim që ta kompenzojmë atë ditë. Domethënë kemi në atë nivelin e vajibit. Pastaj vjen kategoria e agjerimit që është sunet. Në këtë bëjnë pjesë çdo agjerim që e ka praktiku i dashur jon pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se agjerimin e 3 ditët e bardha, sikur se është për shembull agjerimi i ditës së Ashuras, me një ditë para ose një ditë pastaj. Agjerimi i ditës së 9, dita e Arafatit, për ata që nuk është në hax. Këto hynë në kategorinë e agjerimeve që janë sunet. Suneti këtu do me thonë ajo vepër për të cilën shpërblehet ai i cili e bën, ndërsa nuk ndëshkohet ai i cili e le. Dhe kemi kategorinë e agjerimeve që janë mëndub, do me thonë që janë të mira, që ka shpërblim dhe janë të rekomanduara, ku bëjmë pjesë gjithë ato agjerime që i kanë përmendur, sikur për shembull agjerimi i 6 ditëve të muajit Shawwal, që është pas Ramazanit. Këtu bën pjesë edhe agjerimi që e ka rekomanduar pejgamberi e sam, që quhet agjerimi i Davudit alayhis salam, që është agjerimi një ditë edhe një ditë duke mos agjeruar. Domethënë
çdo ditën dytë ka agjeru ose çdo ditën dytë nuk ka agjeru. Një ditë ka agjeru, një ditë s'ka agjeru. Këto janë kategoritë që kanë të bëjnë me ato obligimet e agjerimit. Ndërsa ka edhe agjerime që llogariten se janë të ndaluara ose mekruh. Mekruh, sipas shkollës juridike hanefite, është agjerimi i cili bëhet për shembull në ditën e Bajramit. Mekruh është edhe agjerimi i ditës që quhet Yawmu Shek. Yawmu Shek është dita e 30 ose dita 29 e muajit Shaaban, ku nuk dihet qartë se a i ka muaj i Shaaban 30 ditë apo i ka 29, edhe kjo quhet Yawmu Shek, edhe në këtë ditë nuk është mirë që të agjerohet. Në këtë hyn në kategorinë e agjerimit mekruh hyn edhe nëse ne qëllimisht e lajmë që çdo javë të agjerojmë ditën e Xuma ose ditën e shtunë, nga se kanë ardhur hadithe nga pejgamberi alayhis salam që e kanë ndaluar, domethënë Xhuman e kanë quajtur 5 javore, e ka quajtur Muhamedi alayhis salam, ndërsa ditën e shtunë kanë ndaluar agjerimin pejgamberi alayhis salam dhe veçimin e saj me agjerim. Këto ishin kategoritë apo dispozitat që kanë të bëjnë me atë se çfarë kategoritë të agjerimeve kemi. Hoxh nderuar, tash na tregoni kush e ka obligim agjerimin dhe kush lirohet nga agjerimi. Obligimin e agjerimit e ka secili musliman, i cili është në moshën e pjekurisë, domethënë ka hyrë në moshën e pubertetit, pjekurisë biologjike, domethënë që tek djemt është me paraqitjen e shenjave të pubertetit, po ashtu edhe tek vajza është me paraqitjen e shenjave të pubertetit, i cili është mendarisht i shëndosh. Domethënë njeriu i cili, të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka sprovuar me ndonjë smundje mendore, është i liruar nga agjerimi. Domethënë ai nuk e ka obligim agjerimin, as që e ka obligim që të bën shpagimin e mos agjerimit të tij, të bën domethënë fidjen, të paguan fidjen apo nuk e ka obligim kefaretin. Përveç në rast nëse pasi që ka qenë i sëmur, vjen deri tek shërimi, në këtë situatë ato Ramazane që janë në të ardhmen, ato Ramazane i ka domethënë të detyruar. Po ashtu nga agjerimi është detyrë për secilin që është i shëndosh fizikisht. Domethënë nëse ai person nuk ka smundje e cila është e rëndë edhe ja vështirëson agjerimin, edhe ka pasoja mbi shëndetin e tij, mbi trupin e tij, atëherë është i liruar nga agjerimi, po ashtu edhe nëse personi është udhëtar. Këtu bëhet fjalë, edhe pse shumica e dietarëve kanë thënë se çdo udhëtim është lejim që të një personi mos të agjerojë, disa dietarë kanë kufizuar atë udhëtim me një udhëtim i cili shkakton vështirësi edhe i cili ka pasoja mbi shëndetin apo shkakton një lodhje të tepër tek personi i cili është duke udhëtuar. Nga agjerimi, siç e tham, janë të liruar njerëzit të cilët janë të sëmur. Janë të liruar njerëzit që kanë, domethënë, nuk e kanë shëndetin mendor ashtu si duhet. Janë të liruar njerëzit që udhtojnë, po ashtu nga agjerimi janë të liruar edhe personat që kanë domethënë gra që janë shtatzane, nëse janë në periudhën e shtatzanisë ku ka nevojë që të kujdesen më tepër që të mos dobësohen, ose janë në periudhën e gjithdhënies. Disa dietar e kanë, domethënë këtyre ja kanë bashkangjitur edhe disa njerëz që kanë profesione të rëndësishme. Për shembull, nëse ushtari është në fushbetej, edhe uria dhe etja që bëhen gjatë Ramazanit ndikojnë në dobësimin e tij dhe nuk mundet me e kry atë detyrën që e ka në mënyrë të duhur, atëherë atij i lejohet që të mos agjeroj, por me kusht që me e kompenzu fe iddatum min ayamin ukhra, të plotësoj ditët nga ditët e tjera jashtë Ramazanit. Këtu disa dietare kanë përmendur edhe profesionin e mjekut, i cili për shembull
e fillon ndonjë operacion i cili është shumë i rëndë, i cili është shumë fizikisht e dobëson mjekun, në këtë situatë ati lejohet që të mos agjeroj. Kretë kjo varet se sa jon pasojat e agjerimit të vështira për personin, edhe sa ato kanë lidhje me njerëzit tjerë. Në këtë situatë, për me mbrojt shëndetin e dikuj tjetrit, dietarët kanë thënë se mjeku, nëse agjerimi e dobëson, edhe ja pa mundëson ati që ta kryen punën e tij ashtu si duhet, ati lejohet që të mos e agjeron. Edhe këto janë në përgjithësi kategoritë e personave të cilët janë të liruar nga agjerimi. Këtu po ashtu vlen ta përmendim se gruaja, e cila është në ciklin e saj mujor, menstrual, ajo e ka të ndaluar agjerimin, edhe pasi që ta pastrohet e vazhdon agjerimin e Ramazanit, ndërsa ato ditë që nuk i ka agjeruar i kompenzon jashta Ramazanit një ditë për një ditë. Hoxhë ndërruar, ne folëm për dispozitën kryesore të agjerimit, kush e ka obligim të agjerojë dhe kush është i liruar nga agjerimi. Tash na tregoni çka e prish agjerimin dhe si duhet të veprohet në situata të tilla. Agjerimin e prish çdo gjë që futet apo shtihet në organizmin e njeriut e që llogaritet se është ushqim ose pije. Pa marrë parasysh se a e bën ata me vullnet, me vetdije, në këtë situatë ai detyrohet me ata që quhet kefaret, që do me thonë se duhet që t'i agjeron 2 muaj në mënyrë të pandërprerë dhe t'ia shton këtij kefaret një ditë plus. Nëse nuk është në gjendje që ta bën këtë agjerim, atëherë ai detyrohet me ushqimin e 60 njerëzve të varfër, me ushqim të mjaftueshëm, dhe këtë e bën, domethënë, me njerëzit që janë nevojtar dhe skamnor. Po ashtu, çdo gjë që e ka dispozitën e ushqimit e prish agjerimin e Ramazanit. Për shembull, injeksionet, të cilët janë në formë të infuzionit, që jepin të sëmuri që të fiton pakës forcë, llogaritën se janë gjëra që e prishin Ramazanin. Po ashtu, nëse dikush merr transfuzion të gjakut, sepse gjaku llogaritet se është ushqimi i organizmit dhe llogaritet sikur ai që është bartës i oksigjenit dhe shpërndarës i ushqimit nëpër trup. Dietarët e shkollës juridike hanefite kanë përmendur se edhe injeksioni i thjesht, i cili nuk ka veti ushqyese, është e prish Ramazanin dhe këtë e kanë cek si nga pikpamja se çdo injeksion ka një sasi të ujit, dhe vetë ai uji nëse vendoset në organizëm, ai e prish atë agjerimin. Në pjesën e gjëra që e prish Ramazan, agjerimin është edhe futja e llojeve të tymave të ndryshme, sikur se është tymi i cigarës, tymi i atyre mjeteve narkotike të cilët nëse hynë në organizëm e prishin atë agjerimin. Agjerimin e prish edhe momenti kur fillon gjakderdhja e ciklit menstrual, edhe po ashtu e kam përmend nëse nga trupi i njeriut nxjerrët një sasi e madhe e gjakut, edhe kjo e prish agjerimin, edhe vjedhja të vjedhurit që bëhet në mënyrë të vullnetshme. E përmenda se kefareti është i parapan për ata njerëz që këtë vepra i bëjnë në mënyrë me vullnet. Dërsa nëse janë të detyruar, për shembull dikush e detyron dikën që ta prish Ramazan, ose nëse dikush han dhe pin me hares, ka menduar se ka ardhur koha e iftarit, edhe han edhe pin, ky person nuk detyrohet me kefaret, nga se ka për detyrë që ta bën shpagimin, fidjen, ta agjeron ose ditë për ditë, ose nëse është prej njerëzve që janë të sëmur shumë dhe nuk ka gjasa që të shëndoshen, atëherë për çdo ditë paguan ushqim, fidje,
për një person të varfër, po ashtu është shumë e rëndësi që ta cekim se njerëzit që janë shumë të sëmur, për shembull janë në pleqninë e rëndë, ku nuk din ta dallojnë se çka është obligim, do thonë kanë filluar haresa dhe janë shndruar sikur fëmijë në mënyrën se si mendojnë, edhe ata janë të liruar plotësisht nga agjerimi dhe ata llogaritën sikur fëmijët të cilët nuk e kanë obligim agjerimi dhe nuk ka nevojë as që të bëhet shpagimi, as kefareti, as llojet e fidyeve që i përmendëm. Hoxhë nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? Mesazhi është që ne si musliman, përveç se kemi fen, e cila është fe e mëshirës, fe e zemrës së pastër dhe niyetit, ta kemi parasysh se feja jonë është edhe fe e rregullave. Dhe këto rregulla fikore që i përmendëm, edhe pse nuk arritëm të gjithë me i prezantu, ishin vetëm një pjesë të asaj që çdo besimtar duhet me e ditë. Dhe çdo besimtar duhet të përgatitet para Ramazanit, po edhe gjatë Ramazanit, që t'i forcon njohuritë që kanë të bëjnë me agjerimin, në mënyrë që agjerimi i tij me qenë i drejtë, i saktë, edhe të mos ketë lëshime në agjerimin e tij. Ashtu bashkon dy gjëra të bukura, edhe forma e jashtme e agjerimit që është shumë e rëndësishme, po ashtu edhe forma e brendshme e niyetit të pastër edhe bindjes dhe Allahu subhanahu taala dhe arritja e devotshmërisë, dhe kështu formohet një mozaik i bukur i cili e ka parasysh edhe niyetin, po edhe formën e jashtme të agjerimit. Allahu ju shpërblet për këtë bashkëbisedim dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Amel Efendi Kurtishi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu ja pranoft agjerimin dhe të gjitha lutjet. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.